është e turpshme që kryeministri në detyrë i krahason punëtorët e Kosovës, bizneset e Kosovës me grupet dhe bandat kriminale në veriun e vendit. Sot do duhet që ne të ishim duke diskutuar për vendimet e të mërshme që zyra rregullatorit e energjisë ka imponu bizneseve më të mëdha të Kosovës, bizneseve prodhuese, atyre që punësojnë numrin më të madh të punëtorëve në sektorin privat, por ky bllokim normalisht që na e pamundson një gjë të tillë. Me këtë rast, unë në emrin e Partisë Demokratike të Kosovës e shpreh solidarizimin tonë me mbi 140.000 punëtorë të mbi 1.000 bizneseve kosovare, të cilët sot në mas madhe janë duke protestuar simbolikisht, duke dalur nëpër rrugët magjistrale që rrethojnë Prishtinën, për të dëgjuar zëri tyre që deri tash është injoruar pikërisht nga qeveria dhe nga organet varëse të tyre, të cilat tashmë kanë vendosur që të shtrajtojnë tarifat e energjisë, jo më vetëm 16% siç na kanë shtrajtuar gjithëve për herën e tretë, po gati 300%. Është e turpshme që kryeministri në detyrë i krahason punëtorët e Kosovës, bizneset e Kosovës me grupet dhe bandat kriminale në veriun e vendit, të cilat në të kaluarën në shumë raste kanë bërë barikada dhe kanë bllokuar rrugët atje. Kjo është e turpshme, është e papranueshme dhe nuk duhet të ndodhte asnjëherë. Ne sot po flasim jo për 1%, siç e ka quajtur kryeministri, po për mbi 50% të punësuarve në sektorin privat.